E para që po thamë musliman, ai I cili e thirr ezanin, duhet me ditë që I ka në qafë muslimant. Do me thanë, ai duhet me thirr ezanin si të hin koha e iftarit. Koha e iftarit fillon si të praron dili. Praroj dili, le të qohet dynjaja, me thanë nuk ka hi koha e iftarit, koha e iftarit ka hi. Muezini duhet me ditë që çdo minut që e vanon ezanin I ka në qafë krejt pleqt e fëmijët e vogël, e trit, e të smut që me shumë lodhje e kanë agjëru ditën. Ka me dhanë llogari për se cilin ditën e gjykimit. Por që tha ka thonë Muhamedi a.s. Ky duhet me kanë I besueshëm. Ky duhet me kanë emin, duhet me kanë I besueshëm. Kjo është e para. E dyta, nëse ti nuk je të kshyrë prarimin e dillit, po je të ngu ezanin, atëherë si të nish muezinin që e ka thirr ezanin, me njëherë filla me hangër. Është hi koha e iftarit. Vetëm kujdes, t'jesh I qartë që është ezan, ama po në ryshi bani tha Allahu Akbar, edhe ke I sigur që është ezani, atëre ka hi koha e iftarit edhe ba iftar. E lusëm Allahun azza wa jalla na bëj prej muslimanëve të mirë.